Në ditë si këto, pra në ditët e Prime-it, të gjithë banorët mundohen që të gjejnë debate apo situata, pasi e dinë që në Prime diskutohet çdo gjë që ndodh rreth ditëve që nuk kanë qenë live dhe mundohen që të favorizojnë veten apo të marrin vëmendje. Ndërkohë që ata nuk e dinë se çfarë i pret, pasi ditën e sotme zyrtarisht e konfirmuar nga Big Brother VIP Albania 5, Luizeli do të futet brenda në këtë shtëpi dhe do të qëndrojë aty. Nuk dihet se sa kohë do të qëndrojë, megjithatë rreth një javë. Ndërkohë, banorët, edhe pse Rogerti është larguar dhe është izoluar në një dhomë ngjitur aty, e favorizojnë ende duke shkuar dhe duke i treguar se çfarë po ndodh, apo edhe duke marrë këshilla nga ai. Pikërisht ka qenë Juela apo Artani, por edhe lojtarë të tjerë të cilët konsiderohen si të fortë, si Selina apo Miri, që shkojnë të tregojnë Rogertit dhe marrin këshilla nga ai. Ndërkohë Rogerti, duke se dëshiron që t'i fusë në lojë edhe nga dhoma, pra edhe nga larg, por të gjithë banorët nuk po e kuptojnë këtë gjë. Teksa bisedonte me Juelën dhe Artanin, Rogerti ka vendosur që t'i vërë këta dy banorë kundër Mateos, duke thënë që ai është mashtrues dhe skuth dhe duke ofenduar rënd, ndërkohë që ka thënë qofse rrëzohet dhe del Mateo, detyrimisht do të rrëzohet edhe Brikena, pasi edhe në qoftë se ajo nuk do, loja e saj pas hyrjes së Mateos është bazuar dhe vërtitet rreth tij. Ndërkohë që Mateo e ka marrë vesh këtë gjë, ka shkuar tek dera e dhomës së Rogertit për ta ofenduar dhe duke e sharë atë, por Rogerti ka mohuar gjithçka që ka thënë dhe thotë që ai është izoluar dhe nuk di fare se çfarë po ndodh në atë shtëpi jashtë asaj dhome. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.